Raporti final i OSB Odirit cilëson zgjedhjet e 11 majit të qeta e konkurruese, por me disa problematika. Shqetësim për përdorimin e burimeve shtetërore administratës në fushat, si dhe gjuhën polarizuese mes Ramas e Berishës. Mes 25 rekomandimeve, Odir bën thirrje për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe kërkon sanksione më të ashpra për ata që keq përdorin burime shtetërore për fushat. Kryeministri Edi Rama u jep vetëm një javë kohë kryetarëve të bashkive që të përgatisin hartën me zonat prioritare për paketën e maleve. Të vetmet që deri më tani e kanë dorëzuar hartën janë Bashkitë e Elbasanit, Belshit, Skraparit, Përmetit dhe Tropoja. Kreu i qeverisë u kërkoi kryebashkiakëve të trajtojnë me seriozitet kërkesat për investime përmes task forcave të posaçme. Shoqata e ishte për ndjekurve politik kërkon që Bashkia e Lushnjës të heqë titullin qytetar nderi ndaj Gjergj Velo. Sipas tyre, si kryetari i Komitetit Ekzekutiv në kohën e diktaturës, Velo ka firmosur internimin e qindra familjeve në Lushnjë. Sipas kreut të Këshillit Bashkiak dhe autoriteti dosjeve kreu verifikim, ndërsa vendimi u mori edhe me disa vota të opozitës. Një ditë pas ngjarjes së rëndë në Manës të Durrësit me 2 viktima, policia zbar dinamikën ku rezulton se në sherrin që përfundoi me përdorimin e armëve ishin përfshirë edhe persona të tjerë. Në pranga ran për moskallëzim krimi 4 shokët e Daniel Pepës, autori të vrasjes së Flori Paluçit. Pepa dhe një person tjetër në kërkim. 5 medalje, 2 prej tyre të arta mori klubi i studentit në kampionatin ballkanik të taekwondos për Report TV. Sportistët shprehen se mund të arrinin edhe më shumë, ndërsa ëndra e tyre është të përfaqësojnë Shqipërinë në lojrat olimpike. Deon Gjoka, një 12 vjeçar nga Korça, ka arritur që përmes talentit të tij të krijojë me inteligjencën artificiale avatarin e Lazgush Poradecit. Përmes gjenerimit të zërit të tij me inteligjencë artificiale, 37 vite pas vdekjes, Lazgush Poradeci i përcodhi mesazhe rinis për të mos u larguar nga libri, ndërsa 2 vajzave të tij i shpreh krenarin për çfarë kanë arritur.